Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Miq, ju e dini ku jeni në X Media, në X Radio, në Express me Rudin Mateon dhe sigurisht të ftuar një do ta prezantojmë pas pak. Pasi të prezantojmë Prestige Home Center, destinacioni më ekskluziv I arrëtimit në rajon. Mbi 100 marka prestigjioze ndërkombëtare bashkohen në një hapësirë të vetme për të sjellë standardin më të lartë të stilit, elegancës dhe komoditetit për shtëpinë apo biznesin tuaj. Prestige Home Center ju pret në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12 dhe tani Mateo, megjithëse dashuron këtë moment, është I gjithë joti. Vazhdo. Okej, jemi këtu në studio me profesor Klet Këlliçin, politolog, profesor në shkenca politike. Mirëmëngjes, profesor. Siç e paralajmëruam dhe në fillim të emisionit, do flasim për situatën aktuale në Iran, por po I thoja profesorit edhe për Rusinë, në fakt para pak minutash lexova një lajm që dje ishte dita më intensive që Rusia kishte goditur Ukrainën. Pse pikërisht në këtë moment, mos ndoshta po shfrytëzon situatën që nuk është vëmendje atje, do të rikthehet në negociata apo do vëmendjen që I ka munguar. Do vëmendje. Teorikisht kjo është periudha në të cilën mundet përgatitet në një ofensivë ushtarake. Zakonisht lufta është stinore, nuk është është me stin. Si pica. Edhe në Rusi ka dy stin që mund të bësh luftë. O kur fillon edhe ka akull, pra është në fillimet e dimrit, rrugët janë të ngrira. Okej. Ai që të shkojnë tanket e tjerë, ose në periudhën e verës, jo të pranverës, sepse ka shumë balt. Mbas shirave dhe shkrirjeve të akullit, këto janë pak a shumë lufta stinore dhe normalisht ashtu mund të pritet ndonjë ofensivë gjithmonë gjatë periudhës pranverës, verës pritet një ofensivë dhe ofensivat parapërgatiten me sulme artillerie, sulme ajrore. Kjo është skema. Është thjesht e ndikuar nga klima, thua, mund të jetë kryesisht? Jo, e ndikuar nga klima. Mund të ketë shumë faktorë. Një nga faktorët mund të jetë që ajo fabrika e dronëve diku në Siberi mund të ketë pas një mbiprodhim dronësh, të cilët ku t'i çojnë? Po I hedhin nëpër pallate. Pa dashme e banalizu lufta varet edhe nga shumë faktorë që mund të jenë banal, nuk janë gjithmonë të menduar. Në momentin që jemi në Rusia dhe Ukrainë, në mes Rusisë dhe Ukrainës ka një lloj konflikti I cili ka do tiparet e një konflikti që ka ngrirë, praktikisht asnjë nga palët nuk ka forcën për të ndërmarrë në një ofensivë ushtarake që ta vërë kundërshtarin në pozitat për të kërkuar paqen. Dhe vazhdojnë të jenë kështu siç janë. Dhe vazhdon. Megjithatë, ka një rregull që lufta është gjithmonë e pa parashikueshme, edhe paqja është e pa parashikueshme. Thën kjo, po qarkullon, mund të jetë edhe konspiracion, po qarkullon shumë fuqishëm për ta lidhur me luftën në Iran, që dikush, nuk e di saktësisht, vetëm pak minuta para se Trump të deklaronte armpushimin, kishte fituar sasi shumë të mëdha parash në bursë. Kështu si I lumt. Ati bravo I qoftë. Po I lumt që. Po ka një s'po më kujtohet, kanë shpikur një term I cili si thosh lidh deklaratën e Trumpit me spekullimet që mund të ndodhin në bursë. Dhe ka ndodh, dhe është disa ta herë që ndodh, kështu që natyrisht kush e ka informacioni është mbreti në një transakcion ekonomik, nuk janë bastet sportive që pak a shumë informacioni pastaj hyn në kuadrin e penale, së sjelljes penale, por në ekonomi gjithmonë ka një ngjarje e cila mund të ndikojë për mirë apo për keq, megjithatë mënyra se si mund të reagojë pastaj tregu nuk varet shumë nga lajmi, po varet edhe nga shumë faktorë tjerë. Pra dhe ai në vetvete është një lloj basti që dikush nisur nga disa premisa pak a shumë racionale. Pra nëse mund të ketë një informacion për brenda që mund të shojë nesër mund të ketë një paqe etj etj, atë çfarë do bëj, do bëj çmimin e naftës. Dhe do rriten titujt teknologjik. Fjala vjen.
Për këto janë ngjarje shumë jo domethënëse banale dhe jo domethënëse. Ka pas një arsye e cila është edhe ekonomike, edhe politike, ose më saktë një lloj indicje ku pretendohet që deklarata e Trumpit të premten do të jenë apo të premten e kaluar kanë qenë diku për pezullimin e bombardimeve. Duket se ishte të premten. Ka qenë të premten për shkak sepse nuk dëshirohej që të lihej tregu ndërkombëtar në kushtet e një pasigurie, e cila do të ishte një lloj spirale që do të vazhdonte edhe pse tregu, sepse ka dhe tregu vazhdon edhe pas orëve të Wall Streetit, ka një orar të caktuar, po është edhe tregu online etj. Dhe nuk dëshirohej që nga dita e premte deri ditën e hënë që hapej bursa të ekzistonte një gjendje pasigurie. Okay, qartë. Dhe në këtë kuptim ai lloj lajmi apo i pezullim neutralizonte spekullimet për poshtë dhe për këtë arsye dhe kjo ka qenë një lloj indicie. Pra e qetësonte situatën spekulative, sepse është çështje totalisht spekulimi. Në momentin që mbaron konflikti në Iran, fjala vjen çmimi i naftës do të bjerë diku ke 70 dollar fuqia. Thashë për ne. Çmimi ndërkombëtar për ne nuk bie sepse mund të ngre akcizën shteti. Jo, tani mos bëjmë kritika, të lutem. Jo, e bëjmë sepse ka çmimi i benzinës së naftës kur un kam filluar të jap makinës diku vitet 2005-2006 ka qenë diku ke 120-130 lek dhe çmimi asaj kohe arriti 150 para 2009-s arriti 150 dollar fuqia. Dhe këtu ishte herezi ta mendoje çmimin e naftës diku ke 150-160 lek për litër. Ndërkohë që shteti ka vazhduar ka arrit akcizën dhe është një lloj normaliteti. Po ka vaj dhe rroga 500 euro. Mashallah. Ka shumë faktor, po çmimi i naftës në pompë diktohet më shumë nga politikat shtetërore sesa nga çmimet ndërkombëtare. Profesor, që të shkojmë dhe çik më praktikisht tani. A do fitoj luftën Amerika apo jo? Ka luajt bast në atë? Po të marr një paralelizëm shumë të vogël, dje ka qenë përvjetori fillimit të bombardimeve të NATO-s në Kosovë. Dhe e njëjtën dilemë amerikanët e kanë pas edhe me Kosovën, sepse bombardimet vazhdon deri në qershor dhe derisa lufta u mbyll. Po praktikisht ajo që kuptohet është kjo, nëse nuk ke ushtar në tokë, lufta nuk fitohet. Asnjëherë asnjë vend nuk ka fituar një luftë pa këmbësori. Megjithatë janë edhe konflikte të cilat mund të shuhen më kollaj. Kjo nuk ke garanci që edhe po të shove ushtrinë konflikti nuk ngec. Eksperienca e Amerikës ka qenë e tillë edhe kur ka çuar ushtri nuk ka arritur që të prodhojë diçka të madhe. Domethënë është rikthyer po në të njëjtin vend. Duket sikur Amerika e bën të gjithën këtë për të përfituar financiarisht nga situata sesa që të sjellë një realitet të ri në shtetin që me të cilin lufton. Do të jap një paralelizëm tjetër po prap historik. Amerika sot, Shteti Bashkuar të Amerikës sot janë një perandori. Pak a shumë. Në një botë shtetesh pak a shumë sovrane, gjysmë sovrane, çerek sovrane etj. Është një paralel mund të japësh për perandorinë romake. Perandoria romake ka qenë një nga eksperiencat politike më të rëndësishme të botës, është themeltare për botën që kemi sot, dhe ka qenë, nëse ti lexon historinë e perandorisë, e shef të impenjuar në luftrat pafundme, në konfliktet vockle të mëdha, edhe qoftë edhe të panevojshme. Problemi perandorisë është ky, ke detyrime për të qenë zjarrfiksi i botës. Okej. Dhe kjo të fut të vendos edhe përpara dilemave të mëdha morale. Fjala vjen pse Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet merreshin me një realitet shumë të vogël në Ballkan në vitet 90, ndërkohë që është ndërtuar gjithë narrativa pres për Kosovën, që Ballkani është një ambient derrash ku historikisht për shekuje që nuk është e vërtetë, shekuj me radhë njerëzit janë vrarë, janë prerë me njëri tjetrin, pra sado që i kemi imponuar civilizimin, shtetin, i kemi dhënë institucionet etj, këta njerëz në agun e mijëvjeçarit
të viteve 2000, ta njerëz akoma vrasin njëri tjetrin, që nuk është e vërtetë, që historia e luftrave në Ballkan është relativisht e shkurtër, është një 50 vjeçar konflikti. Nga fundi i shekullit 19 deri pak a shumë luftën e dytë botërore, pas 50-60 vjet histori është historia e konfliktit. Po kanë pasur ca invazione, më parë kanë ardhur ca slav këtej, ca grek. Ajo është historia shumë e vjetër, po duhet të them këtë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyn në Kosovë për zgjidhjen e krizës humanitare. Natyrisht aty kishte edhe çështje të tjera, po nuk po i futemi problemet e brendshme të presidencës Clinton, po duhet të them këtë që është një shtet i cili duhet futet në një konflikt edhe pse nuk e ndjen të nevojshme ose nuk i përket interesit imediat të vendit. Po profesor, më duket sikur Shtetet e Bashkuara ndonjëherë duhet të ndezin një zjarr për të fikur një tjetër potencial mbase më të madh. Gjithmonë, po fjala vjen apo të marr shembullin e Irakut. Iraku në Saddam Husseinin u futën në vitin 2003, filloi konflikti e përzon Saddam Husseinin. Diktator gjakatar u var me gjyq të rregull nga autoritetet irakene etj. Çfarë prodhoi konflikti në Irak? Prodhoi radikalizimin e 3 grupeve të mëdha etnofetare. Kurdët, shiat arab, që janë fetarisht i njëjti grup fetar me iranianët, dhe arabët sunit, musliman. Dhe ti çfarë prodhoi mas disa vitesh ISIS-in, edhe luftën civile. Atashti po ta marrësh unë nuk mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën në konflikt për të ndesë këtë zjarrin. Ky zjarri ishte konsekuenca. Mund të parashikohesh. Po. Profe, të gjitha eksperiencat kanë treguar. Kudo që e futen Shtetet e Bashkuara, eventualisht vrasin një diktator, po e lën shtetin. Domethënë asnjë shtet nuk ja ka dalë pas ndërhyrjes së Amerikës që të formojë një shtet paktën në eksperiencë. Nuk jam dakord me këtë. Jo, nuk jam dakord me këtë. Shifi që mbas luftës së dytë botërore. Këto dy eksperienca që janë fantastike, do thoshti janë në Evropë. Italinë dhe Gjermaninë. Do thoshti është Gjermania. Çështje kulture. Gjermania, ata e kanë bërë veten edhe para Amerikës. Nga viti 33 deri në vitin 45 në Gjermani janë ekzekutuar me miliona njerëz. Është një nga ngjarjet më barbare, jo se është më barbare, se kanë ngjarje barbare sa dush në historinë e njerëzimit, por është një ngjarje barbare e ndërtuar në një territor shumë të vogël, në një periudhë shumë të shkurtër me intensitet maksimal dhe industrial. Pra, ajo çka është maja e racionalitetit njerëzor në organizim, politik, ekonomi etj, flas për atë kohë në atë moment, prodhon holokaustin. Dhe ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të ndërtonte këtë Gjermaninë që është sot. Është më e mirë se ajo që ka qenë, natyrisht është më e mirë. Arriti të ndërtojë atë Japoninë që kemi sot. Japonia është një shtet i cili u ndërtu si shtet evropian nga vetë japonezët dhe prodhoi një fuqi të vogël, e cila bë më pas fuqi e madhe, e cila ka operuar me rrezikshmërinë maksimale ndaj territoreve përreth, duke vrarë miliona njerëz në Kinë apo kudo në vendet të cilat i ka pushtuar. Kinë, Kore, Tajvan e kështu me radhë. Kështu që dhe mbas Hiroshimës, Japonia është sot një nga realitetet demokratike më të rëndësishme të atij rajoni. Kështu që nuk mund të thush që regjimet amerikane mund të prodhojnë diçka tjetër. Po, ka shembuj domethënë të rasti i lindjes mesme është shumë specifik, sepse ke një konflikt gjenetik aty brenda, i cili nuk është zgjidh, ka edhe një konflikt si thosh civilizues brenda për brenda, pra ke njerëz që e shohin perëndimin si dritare për zhvillim, ke njerëz që e shohin të kalumen e tyre si shpëtim. Këto rrymat sekulare dhe fetare që përplasen. Mendon se ka dalë pak situata jashtë kontrollit presidentit Trump, domethënë tek ideja që ishin bërë llogarit ndryshe. Ishte diçka që ishte agresiv
në deklarata përpara se të fillonte lufta, flitet, domethënë thonë që kishte negociata përpara se të fillonte lufta, pastaj thanë që jo s'kemi pasur kur negociata, mos mendon se i ka dalë situata jashtë kontrollit me idenë që ishte një diçka që mund ta mbyllim shpejt dhe mund të merrte atë që ai donte, apo kush është rrafshin situatë strategjia aktuale, çfarë duan të arrijnë, çfarë pret? Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fut në një sikurse historia ka treguar, janë fut në konflikte të pak nga 2001 shetutje, nga të cilat nuk kanë ditë se si të dalin. Ideja që nuk di se si të dalësh është kjo, që nga anën tjetër ke një kundërshtar i cili pranon humbje ndoshta edhe të llaftarshme, por që nuk po them nuk dorëzohet, por nuk të konformohet. Ose ti nuk arrin dot të krijosh një lloj linje komunikimi, se lufta është një fillesë dhe një mbaresë nuk është permanente. Pra konkretisht, ato nuk arritën të ndrojnë regjimin në Iran për shembull. Nuk ndrohet regjimi me bomba. Por ato nuk kanë një strategji dalje, si do dalin. Ose e thënë ndryshe, në momentin strategjia e daljes më e thjeshta do jetë kjo. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një sukses në Iran sot, sepse e kanë rrafshuar gjithë një pjesën më të madhe të infrastrukturës ushtarake. Për ta ngrit, Irani do t'i duhet që të harxojë shumë parë. Ato parë do t'i marrin nga fondi që do harxojë për shtetin e tjerë, për shoqërinë, dhe do t'i varfërojë akoma dhe më tepër iranianët për të ngritur të njëjtin kapacitet ushtarak që kanë pas. Atë se kanë më sot nuk ka objektiva strategjike për të goditur më. Përveç spitaleve, rrugëve tjetër, s'ka më. Kam vdek. Tashti, a është e sigurt kjo njëri duhet ta besojmë, ka dhe çik probleme me informacionin që raportimi nga kush vjen ky raport? Po aviacionin aviacioni iranian nuk ekziston më. Marina nuk ekziston më. Ekzistojnë kapacitetet balistike që ka. Po pra, ato vazhdojnë. Edhe ato me kalimin e kohës janë shkatruar një pjesë e mirë dhe vazhdojnë shkatrojnë. Problemi e di ku qëndron është kjo. Sa kapacitet ke ti si shtet për të provuar dhimbjen? Dhe natyrisht nëse një raket të bie në Dimona dhe në Izrael të vret 10 izraelian, vret më tepër se sa një raketë amerikane që bie në Iran dhe vret 2000 veta. Tash dhimbjet janë të ndryshme, sa suporton ti dhimbjen. Dhimbjen në sensin ekonomik shtetëror. Dhimbjen në sensin ekonomik, në sensin kulturor, ata janë gati, ata thotë, unë nuk të lë të më vrasësh, do më vras unë. Kupton? Po, ajo ideologjia martirologjike faktikisht ka filluar në Iran me revolucionin, po kjo është çështje tjetër, po ideja është gjithmonë është luajt, ai kundërshtari i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka luajtur gjithmonë me idenë sa suporton shteti amerikan. Vietnamezët suportojnë 1 milion e ca viktima, amerikanët kanë humbur 50.000 veta në Vietnam. Ama ishte opinioni publik amerikan ai që kërkoi me ngulm fundin e luftës në Vietnam, në Rusi, Afganistani me Bashkimin Sovjetik. Është e paqartë në këto momente, domethënë çfarë duan të arrijnë, ose ideja është që ato duan ta ndalojnë, po nuk po dinë se si. Ata kërkojnë në fund të ditës një lloj marrëveshje me Iranin, që Irani do heqë dorë nga përpjekjet për ndërtuar bombën bërthamore dhe në të njëjtën kohë të heqë dorë nga raketat balistike. Por pse Iran vërtet o profesor mendon? Unë mendoj që i vetmi vend i cili e rrezikon Izraelin sot në atë ambient, ka edhe një rrezik tjetër, por është më i vonshëm, është Irani. Okej, për shkak të rrezikimit të Izraelit. Izraeli është një vend i cili e ka kapur prej atyre Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe detyron. Si e bën? Diplomacia e brendshme, klanet, konflikte. Jo, nuk është çështje diplomacie, është. Mos është dosja që është njësoj si përmendet për presidentin. Flasim këtu është njësoj si një marrëdhënie toksike kur njëri prej bashkëshortëve e kërcënon tjetrin që nëse ti më le do vras veten. Po mirë. Ose ta kisha problem. Po Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë problem për Izraelin. E kanë problem sepse tash nuk është e njëjta gjë. E qartë, është metaforike. Është metaforike, por Izraeli është një shtet i cili është krijuar dhe tregoi që në vitin 73 kur u bë lufta e Yom Kippurit, rrezikoi me të vërtetë mbijetesën. Ka rrezikuar literalisht mbijetesën. Trauma më e madhe e Izraelit nuk është kjo që ndodhi me Hezbollahun. Vrasje e kolonëve, sulmi etj. Ka qenë trauma në vitin 73, sepse në tetor vitin 73 kur egjiptianët dhe sirianët sulmuan në Egjipt dhe Siria bashkë sulmuan Izraelin, e kanë vënë Izraelin në rrezik ekzistence. Pra praktikisht i mund të kishe
njerëzit do detyroheshin të merrnin anije, të spostoheshin në Kipër, të spostoheshin në Evropë kështu me radhë. Dhe që nga ai moment Izraeli ka kërkuar një siguri bërthamore, cilën e ka marrë nga Franca, jo është e vështirë, një teknologji bërthamore, cilën e ka, por në mënyrë konstante është investuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që kjo lloj lidhje të kthehet në një lidhje simbiotike. Dhe lidhja simbiotike nëse prehet kordoni njëra nga njëra që është Izraeli, se Shtetet Bashkuara spsojnë. Por problemi që ndron këtu, cilat do të jenë konsekwencat? Për Shtetet Bashkuara të Amerikës konsekwencat do të ishin spektakularisht problematike, sepse bota arabe teorikisht do hiqte rrezikun më të madh të vetin, do të mund të kishte një premisë unifikimi edhe pse nuk jam shumë i sigurt për këtë. Ata sikur kanë dhe konflikte me njëritetin megjithatë. Absolutisht që kanë konflikte, por ajo që i bashkon ata është Izraeli. Është Izraeli. Është ideja e Izraelit dhe problemi ku qëndron tjetër, qëndron këtu që të gjitha ideologjitë radikale që ka prodhuar lindja mesme kanë një fillesë, edhe pse kjo nuk është edhe aq e vërtetë, por kanë një fillesë, të paktën nga vitet 60, 70 e tutje. E ka një fillesë tek Izraeli, tek marrëdhënia simbiotike që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë me Izraelin, ose tek marrëdhënia simbiotike që kanë pas Shtetet Bashkuara të Amerikës me regjime që janë perceptuar si regjime autoritare, flas për Iranin, për shembull kur kanë revolucionin. Nëse ata bashkohen, vetëm gjë që i bashkon është të sulmojnë Izraelin, atëherë nëse u heq Izraelin ata do ndahen. Ata janë të ndarë. Do fillojnë me njëri tjetrin, pastaj ku do t'i bien se ata janë mësuar me një lloj tensioni. Jo, praktikisht të vim ke Izraeli. Izraeli ka heq të gjitha rreziqet më të mëdha që ka pas. Ka neutralizuar Egjiptin shumë vite para, Gaddafi vdiq, Siria është ajo që është. Hezbollahun me Hamasin i ka gati neutralizu, i vetmi vend i cili e rrezikon Irani. Është Irani. Dhe në momentin në cilin ata nuk është se Izraeli kërkon që të zëvendësohet regjimi. Izraeli do që Irani të ekzistojë në një gjendje permanente kaosi. Dhe të kthehet hapa pas në ekonomi. Dhe të kthehet hapa pas në ekonomi, të ketë një lloj lufte teorikisht civil. Është ajo që do ndodhi në Siri. Domethënë Izraelit janë shumë do të ishin shumë të kënaqur nëse Irani do të kalonte në një gjendje gati krize permanente. Mirë, profem. Okay. Ta çojmë çik edhe për ne ore. E pra këtu në rajon, si rezonon aq larg sa jemi ne me situatat tona aktuale, me konfliktet tona këtu, si rezonon kjo situatë, le të themi ndërkombëtare? Domethënë, situata ne jemi larg, por njëkohësisht jemi afër në kuptimin që brenda duke llogarit që kryesisht ka efekt domino. Domethënë në sensin jo se rrezikohemi drejt për drejt nga Izraeli, po situata të caktuara nga Irani, ndjes lapsus, nga Irani. Nxorë kokën. Nxorë kokën thuaj të vërtetë. Dëgjuar herë ndjes. Si rezonon kjo situatë në rajon? Po ne kemi në Shqipëri strehojmë një organizatë që quhet MEK, e cila konsiderohet si një organizatë terroriste, e cila është një organizatë që është në luftë me regjimin iranian dhe që nuk janë alternativë. Jo, antarët e cilës e pretendojnë që regjimi në Iran mundet që të zëvendësohet nga organizata MEK. Nga ajo zonja që është kryetare Mariana Rejavi, duket se ka emrin që është kryetare organizatës. Cila kush kalon shkon diku ka gjeri Lalzi, diku në të Majt, është një ajo me shumë flamuj, nëse etj, shef, është kompaundi Manzës. Unë nuk besoj që ato janë me të vërtetë organizata është me të vërtetë një rrezik për Iranin për shkak edhe të moshës edhe etj, por ajo është një organizatë e cila ka vepruar në Iran nëpërmjet sulmeve kibernetike. Ne kemi mbyll ambasadën në Iran, Irani është kërkuar Iranit të tërheqi korpusin diplomatik për shkak sepse këtu ka pas fërkime, probleme me shërbimet sekrete iraniane, të cilat monitorojnë Mekun etj. Shqipëria është një vend i cili ka qenë nën vëzhgimin e Iranit para lufte, besoj tash pak më pak. Edhe këto çështje hacker. Ka pas Irani që nga vitet 90 në Shqipëri ka investuar për të pasur edhe një lloj prezence, soft power kulturore etj. Ka dashur që të afroj komunitetin Bektashi, gjë që nuk ja ka arrit. Ka tentuar të futet edhe në vende të tjera të rajonit, Bosnjë, Kosovë, pa në një sukses të madh. Këtu më tepër në konflikt me sauditët edhe me vendet e tjera të gjirit, është kjo lloj kompeticioni fetar që kanë, në kompeticion politik që përkthehet pastaj në terma fetar.
Po Shqipëria është një nga vendet e rajonit i cili ka më tepër rrezik. Tashti, sikur se thoshte një shoku im, nuk ja vlen thoshte që Irani të çojë një raketë $8 milion në Shqipëri. Natyrisht ishte për të zbut pak bisedën, po rreziku që mundet që Shqipëria të konsiderohet si një nga vendet armike të Iranit, që strehon, jo detyrimisht armik, por që strehon një armik të Iranit. Dhe se mo çka kemi ne që s'na hefti 8 milion shqipe. Por besoj që iranianët kapacitetin për ta shtrirë konfliktin e kanë vetëm në vendet e gjirit, duke goditur objektiva amerikanë, jo më tutje, sepse më tutje loja bëhet shumë e madhe dhe mbështetja politike që kanë edhe nga segmentet të klasave politike në vende ndryshme, kryesisht qendrës majt, mbështetje morale më tepër se sa mundet edhe të bjerë nëse goditet një vend. Po ne jemi armatos, mora vesh që kishim bler një 3 çifte të reja ushtria e tjera Emirat, nuk është se janë duke investuar në për këto. Janë duke ndru gomat e makinave. Po kishte bërë vaj ferrota gjitha, janë gjitha në gjendje perfekte. Shiko, po nëse do eskalonte, edhe pse duket që nuk ka asnjë lloj gjase që të merrte një eskalim në nivel botror, të përfshiheshin shtete tjera, Europa duket sikur është apatike, Rusia duket sikur si intereson fare, Kina nuk duket sikur. Domethënë pritej si duket situata? Janë shprehur. Atyre intereson çdo, si thosh, qartë, po në sensin që nuk është interesuar të merret drejt për drejt vetë, nuk është interesuar drejt për drejt, sepse interesi nuk është gjithmonë i drejt për drejt, është indërsiet. Mbajmë mend që kam një pamje filmike, një tank Abrams në Irak, i cili goditet nga një raketë Kornet, raketë antitank, e cila ishte prodhuar në Ukrainë. Dhe amerikanët vrishin mendjen se shikoj raketa që është prodhuar në Ukrainë, erdhi këtu dhe na shkatroi tankun. Janë këto tregtarët. Nuk ishin tregtarët, ishte natyrisht Rusia, e cila tentonte të mbante gjallë zjarrin e luftës në Irak. Njëjtën gjë do bëjnë edhe në Iran, pra që është një shprehje në anglisht bogged down ose i ngelur në kënet. Dhe atë gjithë shpresojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ngelen në kënet, siç ngelen në Vietnam, siç ngelen në Irak ose në Afganistan. Personalisht mendon se mund të ngelen? Jo, nuk mbas leksionit siç në leksioni madh se në Afganistan mund të kishin ndejt 5-6 vjet, mund të ishin marrë vesh me talibanët dhe kjo situatë që është sot do ishte etj. Edhe më e thjeshtë se sa që është sot. Megjithatë, nuk besoj që janë të gatshme që të impenjohen. Problemi i madh që unë shoh është në rast se do të ketë një lloj ndërhyrje ushtarake të kufizuar në tentativën për zhbllokuar ngushticën e Hormuzit dhe për të marrë në kontroll një 2-3 ishuj që janë aty ke ajo maje e ngushticës së Hormuzit. Problemi është që po prap do ta mbash në situatën në tension, sepse iranianët do duan ti rimarrin sovranitetin në rast se do të ndodhi. Dhe është një vend i cili ka 18 milion banor, ka një ushtri relativisht madhe, këtë martirologjinë e kanë kultivuar. Këta janë në klapa kamikaze dhe e parë të pas luftës dytë botërore. Këta janë e kanë vetë sakrifikuar, kështu që këtu mundet të ngeci. Sepse lëvizja që mund të bëjnë është një lëvizje e kufizuar. Pra tentativë për zhbllokuar ngushticën e Hormuzit, po prapë është një tentativë e vështirë për të mbajtur në terma ushtarak, sepse do ta linte rajonin në luftë gati permanente. Okej. Rregulli nuk e di nëse ka ndonjë pyetje tjetër që do të shtosh Mateo. Jo, mendoj se nëse ka diçka profesor që do ta shtoje. Jo, është diçka e vetme që dua të shtoj është kjo që ajo që po ndodh tash në linjën e mesme është që gjitha vendet arabe sot, vendet sunite, vendet e gjirit, me përjashtime të vogla ndonjë Omani etj, janë kthyer në aleat të gati informal të Izraelit. Kjo është një produkt i luftës. Pra Irani sot është një vend i cili është relativisht i izoluar në zonë, nuk ka ndonjë kredenciale të mëdha në botën arabe, janë prerë krah deri diku. Edhe ndofta edhe reagimi që ka është pikërisht edhe nga frustrimi që vjen për këtë moment gjeopolitik të shumë specifik. Shumë morali fabulës është mos u merr me Izraelin dhe Amerikën, se po u bën bashkë, domethënë. Morali fabulës shohim kush do duroj. Un kam përshtypjen që nga kjo luftë nuk do ketë fitues, do të ketë një Iran që do thotë që ne i rezistuam agresionin. Fitus jo, po kush është shumë si më i madh në plan afatgjat, kjo është. Në plan afatgjat nuk
në plan afatgjat duhet teorikisht duhet të jetë Irani, por në krahun tjetër Irani mund të kthehet në një shtet klient të Kinës edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky është problemi shumë i madh. Okej. Shumë faleminderit profesor. Faleminderit shumë profesor. Këngë radhës vjen nga Stromaeva apo vjen e edituar tani? Se kemi dy versione, se është rikthyer. Versioni origjinali Papaute vjen nga Stromae, ndërkohë që mos u largoni, pas pak kemi me të ftuarin e radhës. Qëndroni në 107.7 dhe në X Media.